Kush është pa mëkat, të qesi pari guri. Një ftesë e Jezusit për të shikuar mëkatin tim, pasi disa herë, jam si farisejt. Shikoj, gjykoj, dënoj. Por sot unë gjithë na kujton se të gjithë kemi nevojë për faljen e Zotit. Të gjithë mund dhe duhet të kultivojmë dëshirën për të pranuar faljen dhe për të dhuruar falje. Zoti Jezus na dhuron një jetë të re. Ai mëkatin tonë e shkruan në pluhurin e tokës, që ta marr era e shpirtit dhe ta pastroj. Kurse emrin tonë e shkruan në rasën e zemrës së tij. Asun nuk po të dënoj. Shko dhe mos mëkatno më. Një ftesë, një shtysë, një thirrje për të jetuar falje, dashurinë dhe hirin e jashtëzakonshëm që Zoti na dhuron. Amin.